Ai nuk do të lejohet fare as të ketë qasje aty, sepse qëndrimi i tij është shumë destruktiv dhe nuk mendoj se i bën mirë LDK-s, pra vetëm mund ta dëmtoj atë, mund të shkaktoj edhe përplasje të reja dhe grupime të reja dhe kundër tij pastaj. Dhe unë mendoj që ai do të rri sa më larg LDK-s nëse... Pse duhet të rri sa më larg LDK-s? Sepse ai nuk ka asnjë qëllim të mirë, nuk ka asnjë simpati për LDK-n, sepse ai e ka shikuar me përbuzje, atij ka interesuar vetëm pozita e tij si kryetari i Prishtinës, disa herë ka thonë me mospërfillje se nuk është antar i LDK-s, pra ai ka pasur mundësinë që afër 10 vite që të bëhet antar i LDK-s, nuk i ka interesuar kjo çështje. Dhe çfarë logjike ka tash një njeri që nuk dëshiron të jetë as antar i LDK-s të bëhet kryetari i LDK-s. Dhe unë mendoj që duhet të ndërpritet njëherë për gjithmonë tradita e keqe e LDK-s që kryetarët të zgjedhin ata që s'janë fare as antar të LDK-s. Sepse kjo ka ndodhur me Isa Mustafën, kjo ka ndodhur me Lumir Abdigjikun, kjo mund ndodh tash edhe me Përparim Ramën, pra është një traditë tepër negative që nuk i bën mirë LDK-s, por i bën vetëm keq. Sepse mbase ka pasur edhe zëra të tillë që Përparim Rama do të mund të sillte një frymë të re në LDK. Ju nuk pajtoheni me këtë. Ashtu kanë thënë edhe për Isa Mustafën, edhe për Lumir Abdigjikun. Shikoni, këta janë persona pa vizion, këta janë persona pa frymë të LDK-s. Dhe nuk mund të sjellin asgjë të mirë për LDK-n, sepse nuk e ndjejnë LDK-n si parti, si frymë, si vizion rrugovian, e ndjen vetëm si interes personal për të bërë një karrierë, për përfitimet ndryshme tjera, dhe natyrisht njerëzit e tillë, kush do qofshin ata, nuk i bëjnë mirë LDK-s. Pra unë mendoj që nuk ka një figurë të vërtet brenda kryesisë LDK-s, por nuk shoh... Po thoni se nuk e ndjen LDK-n frymën rrugoviane, besoni se njësoj vlen ky parim edhe për ato figurat më të vjetra në LDK, qoftë edhe për figurën e Lutfi Azirit? Shikoni, Lutfi Aziri gjithmonë prej se mbaj mend unë ka pas një afërsi të madhe, të themi edhe një varësi me